Mesnatën e së premtes, policia e kryeqytetit e ndihmuar nga njësitë e elitë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë shoqëroi Bledar dhe Kreshnik Tushen. Emrat e dy kushërinjve nga Lezhë janë përmendur nga pronarët e servisit ku dyshohet se u modifikua motori me të cilin udhëtonin vrasësit e Artan Santos. Të ndaluarit u morën në pyetje deri në orët e para të mëngjesit, në lidhje me vendodhjen e tyre në orën e atentatit. Sipas policisë, dy të rinj thanë se ishin në Lezhë në momentin e vrasjes së bankierit Artan Santo, ndërsa nuk pranuan se kishin lidhje me motorin që dyshohet se u përdor për vrasjen. Prokuroria kërkoi ndihmën e Shërbimit Informativ Shtetëror për të dhëna të tjera në lidhje me personat e shoqëruar apo konfliktet e mundshme të viktimës. Shoferi i biznesmenit Artan Santo është marrë në pyetje dhe mësohet të ketë thënë se të njëjtin motor e kishte parë pranë vendit ku kalonte me makinë në ditët e fundit. Madje në disa raste ishte shkëmbyer me të. Pavarësisht kësaj, ai nuk kishte dyshuar se kishte ndonjë problem. Mësohet se është urdhëruar sekuestrimi i të gjitha filmimeve nga kamerat e sigurisë në rrugët e kryeqytetit, nga mund të ketë kaluar motori me dy vrasësit para dhe pas ekzekutimit. Prokurorët thanë se ka nisur marrja në pyetje e personave me të cilët punonte Artan Santo, familjar apo miq të tij. Ata do të pyeten nëse biznesmeni kishte shprehur më parë shqetësime për konflikte që mund të kishte pasur me persona të tjerë. Asnjë pistë hetimore nuk përjashtohet nga prokurorët, qoftë për konflikte që mund të ketë pasur Artan Santo për shkak të punës si bankier apo ndonjë transaksion të mundshëm parash.